Krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit e gjenocidi ushtruar nga regjimi i Miloševićit shkaktoi dhimbje e cila nuk do të shuhet asnjëherë. Mira të vrarë përfshi shumë fëmijë, mira gra e burra të dhunuar, mira persona të zhdukur me dhunë, të cilët ende mungojnë në familjet e tyre dhe i mungojnë gjithë Kosovës. Dhimbja e tyre nuk njeh kohë. Ajo është një plagë e hapur, plagë e gjallë, plagë e cila kullon çdo ditë dhe e cila akoma kërkon drejtësi. Në shumë vende të tjera në Kosovë, akoma priten më të dashurit, rreth 1600 të zhdukur më dhunë. Nëpërmjet kujtesës, të vërtetës dhe drejtësisë, krimet jo vetëm që duhet të dënohen, jo vetëm që çdo ditë duhet të nderojmë ata që kemi humbur dhe dhimbjen e familjeve të tyre, por mbi të gjitha, edhe vetë ardhmja duhet të ndërtohet mbi respektin për ta. 26 vite pas luftës, drejtësia ende mungon. Kryerësit e krimeve nuk janë gjykuar dhe viktimat, familjet e tyre ende vazhdojnë të presin. Familjet e të zhdukurve jetojnë çdo ditë me pasiguri dhe me dhimbjen dhe ankthjen e pritjes. Disa nga dëshmitarët e të mbijetuarit po vdesin, duke marrë me vete pjesë të rëndësishme të së vërtetës. Prandaj detyrimi ynë institucional është më i madh se kurrë. Dokumentimi, ruajtja e kujtesës dhe kërkimi i vazhdueshëm për drejtësisë janë urgjencë kombëtare. Ato janë një deklaratë e fuqishme, se nuk do të lejojmë që e vërteta të shtrembrohet, se nuk do të lejojmë që kujtesa të shuhet. Këtu përkujtojmë fëmijët e vrarë, nënat dhe baballarët që nuk u kthyen kurrë, familjet që humbën gjithçka, ata që u zhdukën me dhunë, për secilin prej tyre, për gratë që përjetuan të merrin në dhunimit në kohë lufte, dhe çdo viktim të luftës, secilën pa dallim, për secilën prej tyre, kërkojmë drejtësi. Të mbijetuarit që jetojnë sot me plagë fizike, por mbi të gjitha plagë shpirtërore, janë personifikimi i rezistencës dhe i dinjitetit njerëzor. Janë zëri së vërtetës që asnjëherë nuk do të mund të heshtet. Kosova nuk do të heqë dorë. Nuk do të lejojmë që krimet të harrohen, nuk do të lejojmë që gjenocidi të mohohet. Për secilin person të zhdukur, për secilin fëmijë të vrarë, për secilin viktim të dhunës seksuale, ne do të flasim me zë të lartë, këtu dhe në çdo vend të botës. Drejtësia do të kërkohet pa u ndalur, e vërteta duhet të dëgjohet. Kjo ekspozitje vizuale së kaluarës sonë të dhimbshme, por akt institucional i kujtesës, thirrje për përgjegjësi dhe dëshmi e fuqishme se krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nuk harrohen, por vazhdojnë edhe pas më shumë se një qerek shekulli liri të jenë plagë të hapura që kërkojnë drejtësi. Pra, video dhe fotomaterialet që shpalosen sot para jush nuk janë thjesht imazhe, por janë zëra të ngrirë në kohë, janë jetë të ndërprera dhunshme, familje të shkatëruara, fëmijë, gra, burra dhe të moshuar që u bën target i një represioni sistematik dhe të organizuar nga regjimi serb.